Të nderuar vëllezër dhe motra, sot në këtë xhuma për herë të dytë do të flasim për temën e shenjtërisë së muslimanit. Dhe folëm herën e kaluar se Allahu i Lartësuar ka bërë disa gjëra të shenjta, të paprekshme, të cilat duhet të respektohen. Thot Allahu i Lartësuar: "Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Kushdo i cili i madhëron në veten e tij shenjtëritë e Allahut, kjo është më mirë për të, thot, tek Zoti i tij. Një argument, një fjalë e Allahut Lartësuar që na obligon të ruajmë dhe të kemi kujdes për shenjtëritë, për ato gjëra që Allahu i Lartësuar i ka bërë të shenjta. Dhe një nga ato gjëra që Allahu i Lartësuar ka bërë të shenjta është vllazëria islame dhe gjithashtu dhënia e hakut të muslimanëve, që thot Allahu i Lartësuar: "Innamal mu'minuna ikhwa." S'ka dyshim se muslimanët, s'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Dhe dëgjuam fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili këshillon për t'u larguar nga ato sebepe të cilat çojnë në përçarjen e muslimanëve, çojnë në largimin e zemrave të tyre, çojnë në urrëtitjen mes tyre. Që thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Mos e keni smir, hased njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit dhe mos i ndërhyni në tregti njëri tjetrit, dhe bëhuni o robër të Allahut vëllezër. Muslimani është vllai i muslimanit, nuk i bën zullum pa drejtësi, as nuk e nënçmon dhe as nuk e braktis në çastin që ai ka nevojë." Devotshmëria, thot, është këtu dhe tregon në zemrën e tij 3 herë: "I mjafton një njeriu prej sherrit që të nënçmojë vllain e tij musliman." Dhe çdo musliman e ka të shenjtë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Kjo fjalë profetike është një manual shumë i rëndësishëm për bashkëjetesën tonë mes muslimanëve dhe mes njerëzve të tjerë, që nëse duam që të jemi në një vijë, nuk duhet të bëjmë sebepe të cilat na çojnë në përçarje, në urrëtitje, në largim nga njëri tjetri. E profeti gjithashtu sallallahu alaihi wasallam thot: "Çdo musliman dhe muslimanit e ka të shenjtë gjakun, nderin dhe pasurinë", dhe thot muslimani vërtet është ai i cili muslimanët janë të sigurt nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Muslimani vërtet është ai që njerëzit janë të sigurt nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Dhe haku apo shenjtëria e dytë, pasi folëm për tekfirizmin, për mosbërjen qafir të muslimanëve, për mos akuzën e tyre që janë të nxjerrë nga Islami apo të dalë nga Suneti. Sot marrim hakun tjetër, shenjtërinë tjetër, është që të mos derdhet gjaku i muslimanëve, të mos derdhet gjaku i njerëzve. Njerëzve që Allahu i Lartësuar u ka dhënë jetën, nuk lejohet që t'ua marrësh atë, veç se në qofsh në kompetenca ligjore dhe je me detyrë, që detyra ta imponon që të gjykosh për të tjerët, që dikush meriton që të vdes. Përndryshe, nuk lejohet për asnjë prej njerëzve të vrasë një njeri tjetër, pa të drejtë, pa bërë ai i vrari shkatërrim në tokë, siç Allahu i Lartësuar përmend dhe thot në librin e tij të nderuar besimtar, që kur e bën haram vdekjen, thot: "Men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a." Thot kush vret dikë pa vrarë ai dikë tjetër, pra i vrari nuk ka vrarë, dhe as nuk ka bërë shkatërrime në tokë, s'ka bërë fesad në tokë, është sikur ka vrarë, thot, gjithë njerëzimin. Nëse vret një njeri pa të drejtë, pa qenë ai vrasës, apo pa bërë ai shkatërrime, është sikur ke vrarë, thot, gjithë njerëzimin. Dhe kush e shpëton një jetë, është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Dhe e dim ne të nderuar besimtar se çfarë vlere ka një njeri vetëm. Gjithë njerëzimi ka rrjedhur nga një njeri vetëm, Ademi a.s. dhe nga gruaja e tij Havaja. Dhe kështu ne kur vrasim, nëse dikush vret, i tilli i jep vetes kompetenca të cilat nuk i ka. Dhe e themi këtë në një kohë kur vraset janë shtuar. Janë shtuar në vendin tonë për shkak të gjakmarrjes. Janë shtuar në vendin tonë për shkak të prishjes së pazareve, për çmime të ulta, do me thënë për gjëra pa vlerë.
vriten njerëzit për drogën, vriten njerëzit për kanunin, vriten njerëzit për një shikim shtrembër, vriten njerëzit për një pasqyrë. Ne kemi një ego të sëmur. Njeriu nuk vritet për asnjë të drejtë që mund t'i japësh vetes, sepse jetën ja ka dhënë Allahu i lartësuar dhe e ka shenjtëruar jetën, dhe nuk duhet shkelur, nuk duhet prekur ajo gjë që Allahu i lartësuar e ka bërë të shenjtë. Prandaj ne do të dëgjojmë disa argumente nga libri i Allahut dhe nga suneti i profetit alayhis salam, të cilat flasin dhe tregojnë se si nuk lejohet të vrasësh dikë tjetër. Nuk lejohet të marrësh kompetenca dhe ta tej kalosh ligjin. Dhe ne kemi detyrë vetëm të këshillojmë dhe vetëm të përkujtojmë, pastaj secili individ e ka përgjegjësinë tek Zoti i gjithësisë, gjithashtu edhe para ligjit në këtë jetë. Por tek Allahu i lartësuar nuk mund të fshihet asgjë edhe nëse i shpëton ligjit në këtë jetë. Prandaj, të nderuar besimtar, vrasja e njeriut e vrasja e muslimanit konsiderohen prej gjunaheve më të mëdha. Prandaj jeta e njeriut është e shenjtë që nuk duhet prekur. Thot Allahu i lartësuar: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Thot, dhe kush vret një besimtar me koshiencë, pra e vret me qëllim, e ka synim vrasjen e tij, jo gabimisht. Thot, shpërblimi për të thot do të jetë xhehenemi, përjetësisht do të jetë të. Dhe është zemëruar Allahu me të, Zoti i gjithësisë është zemëruar me të, dhe e ka mallkuar atë, e i ka përgatitur atij një dënim të dhëmshëm. Që njeriu, kur do ta hedhë këtë hap, duhet ta mendoj mirë, se Zoti i gjithësisë zemërohet me të dhe e ndërshkon atë me një ndërshkim të madh. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Thot, dhe besimtarët e mirë, ata të cilët e meritojnë të quhen robër të Rahmanit, besimtarë të devotshëm, janë ata të cilët nuk i luten ndonjë zoti tjetër bashkë me Allahun, pra nuk adhurojnë të tjerë veç bashkë me Allah. Dhe nuk vrasin atë që Allahu i lartësuar e ka ndaluar të vritet. Pra nuk marrin jetë njerëzore. Dhe nuk bëjnë immoralitet. E kush i bën këto gjunahe, i tilli do të mbes gjunafqar. Të tilli do të dyfishohet dënimi ditën e gjykimit. Dhe do të jetë në xhehenem i poshtruar. Përveç atyre që pendohen, thot Allahu i lartësuar, dhe besojnë dhe punojnë punë të mira, të tillë njerëzve, të cilët e lënë rrugën e mbrapsht dhe vendosen në rrugën e Zotit, Allahu i lartësuar gjunahet e tyre u ashndëron në sevape, në shpërblime. E Allahu është falës dhe mëshirues. Pra Allahu i lartësuar kërcenon, pastaj tregon se është i mëshirshëm për ata që ndryshojnë në jetën e tyre, për ata të cilët përmirësojnë jetën e tyre, besimin e tyre, ata të cilët e lënë rrugën e të bërit para me vrasjen e njerëzve. Vrasjen e njerëzve për shkak pazaresh të drogës dhe për gjëra të cilat nuk kanë arsye, nuk kanë logjik. Njerëzit e tillë, Allahu i lartësuar, nëse përmirësohen, bëhen besimtar të mirë, u ashtëron, u ashkëmben gjunahet e tyre dhe u kthen ato në shpërblim. Nderuar besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam tërheq vërejtje që dikush prej nesh të mos e hedh këtë hap, sido që të vinë situatat, sido që të shtrëngohen çështjet, sado që të sprovohet, sado që zemërimi i tij, nati i tij ta shtyj për këtë vepër, apo sado që drejt t'i jap vetes, nuk duhet ta hedhë këtë hap, sepse njeriu pastaj e ngushton lakun rreth vetes së tij. Nuk ka më mundësi që Zoti ta falë, sepse ka për dhënë një llogari para njerëzve. Dhe llogaria para njerëzve nuk është si llogaria para Zotit.
Allahu i lartësuar të falë për hakun e tij, nëse nuk është i dhujtari, ndërsa njerëzve do ja japësh hakun e tyre. Ata që mbeten jetim, ato nëna që qajnë për fëmijët e tyre, haku i tyre do të shkojnë në vend. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam që dynjaja e gjithë të shkatërrohet. Dëgjoni këtë hadith, këtë fjalë profetike, fjalë që burimin e ka nga Zoti i gjithësisë. Thot shkatërrimi i dynjas është më e lehtë për Allahun se sa të vritet një njeri musliman. Që dynjaja të shkatërrohet e gjithë është më e lehtë tek Zoti se sa të vrasësh një njeri musliman. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vrasja e besimtarit është më madhore, pra më e tmerrshme tek Allahu se sa shkatërrimi i dynjas. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur gjithë banorët e qiellit dhe të gjithë banorët e tokës të bëhen bashkë për të vrarë një musliman, të gjithë ata Allahu i lartësuar do t'i zhyjë në zjarrin e xhehenemit. Të gjitha këto hadithe që përmendëm janë të saktësuara nga dietarët tanë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo gjunah shpresohet që Allahu i lartësuar ta falë, përveç dy gjunaheve. Që njeriu ta mbyll jetën si idhujtar, si mushrik, njeri që adhuron të tjerë bashkë me Allahun apo veç Allahut. Dhe i dyti është ai i cili vret një besimtar me koshiencë, pra me qëllim. Këto dy gjunahe, Allahu i lartësuar nuk i fal. Dhe hadithi është tek Abu Davudi dhe sakson Sheikh Albani. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do të dalë thot një qaf prej zjarrit. Dhe do të flas njerëzve. Dhe do të thotë, sot jam ngarkuar për 3 kategori njerëzish. 3 kategori njerëzish jam ngarkuar për ta, që të kujdesen për ta. Thot, i pari i tyre është çdo tiran i natçor, pra njerëzit të cilët kanë pushtet, kanë para, dhe tregojnë arrogant dhe shtypës të tjerëve. Këtë kategori. Thot do të kujdesen për ta. Dhe për ata të cilët kanë adhuruar të tjerë veç Allahut, të që varre, kisha, xhami, male, pem, magjistar, profet, yje, ëngjëj, çfarë do lloj qofshin? Kushdo që ka adhuruar të tjerë bashkë me Allahun apo të tjerë veç Allahut. Thot dhe me ata të cilët dhe pra me dikë i cili ka vrarë një besimtar pa qenë vrasës ai që vritet. Dhe këto 3 kategori, ta 3 njerëz i përfshin, i glaboron brenda saj dhe i zhyt ata thot në zjarrin e xhehenemit, në thellësitë e xhehenemit. Allahu i lartësuar na ruajt nga i tillë përfundim. Dhe hadithi është tek Imam Ahmedi dhe sakson Sheikh Albani. Të nderuar besimtar, këto hadithe dhe këto ajete që përmendëm ka nevojë që besimtari t'i dëgjojë. E para që vetë edukohet, të jetë i matur, të mos e shkel këtë shenjtëri, jetën e tjetrit, të mos e hedh këtë hap për çfarë do lloj përfitimi, për çfarë do lloj arsye. Por gjithashtu këto hadithe na shërojnë pak zemrat. Në kohën kur gjaku i muslimanëve është i lirë, është pa vlerë, kur bota e sotme vlerëson më shumë gjakun e kafshëve, të drejtat e kafshëve, të drejtat e qenëve, më shumë se sa jetët që vriten në përbotë. Dhe e shikojmë se si konfliktet janë të fokusuara në vendet islame. Dhe kur shikojmë këtë lloj masakre që ndodh në vendet islame, këto ajete dhe këto hadithe na japin një ngushëllim. Se Allahu i lartësuar ka për ta marrë hakun atyre njerëzve të shtypur që vriten padrejtisht. Nga ata njerëz tiran,
nga ata njerëz zullumqtar, nga ata njerëz pa shpirt. Lutim Allahun ta shikojmë këtë panoramë që dëgjuam në hadithe ditën e gjykimit për ata njerëz të cilët kanë vrarë foshnja, gra, pleq, njerëz paralizuar, njerëz të smur, njerëz pa mbrojtur, i kanë djegur të gjallë. Lutim Allahun lartësuar që ti shikojmë se si do ta shijojnë zjarrin e xhehenemit ditën e gjykimit. Duhet ndëror besimtar që të ruhemi, të mos bëjmë sebepet që të çojmë në konflikt, sepse ndoshta çojmë në konflikte pa e kuptuar. Dhe të mos thot njeriu që më kanë vrarë, prandaj duhet të vras. Më kanë vrarë më të mirin e fisit dhe duhet vras më të mirin e fisit. Si thot kanuni. Kanuni nuk është ligj i shpallur nga Zoti. Kanuni është ligj njerëzor. Dhe çdo gjë që është njerëzore është normalisht dhe natyrisht do të ketë mangësi. Dhe kanuni në këtë pikë ka shumë zullum. Kanuni që zbatohet në shumë zona të Shqipërisë. Dhe gjithashtu edhe tek shqiptarët rreth nesh. Është ligj gabim. Nëse të vret dikush, dikë do vrasësh një të tillë pa e të i kaluar ligjin, do kërkosh hakun tënd tek ai person. Nuk ke të drejtë të vrasësh vllajën e tij, babain e tij, kushëririn e tij, të shuash fisin, të vrasësh fëmijët, se do të rriten nesër dhe do të vrasin ty. Kjo është padrejtësi. Prandaj një jetë për një jetë, dhe këtë e bën ligji. Muslimani nuk e te i kalon ligjin, dhe hakun që nuk e merr në këtë jetë, do t'ja jap Zoti të plot ditën e gjykimit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur dy musliman takohen me shpatat e tyre për të ndeshur me njëri tjetrin, edhe ai që vret edhe ai që vritet do të hyjnë në zjarr. Do të hyjnë në zjarr sepse një konflikt ka nevojë për dy njerëz. Konfliktet ka nevojë për dy palë. Thot, kur takohen, kur përleshen muslimani me muslimanin, me armët e tyre, i vrari dhe vrasi do t'jenë zjarr. I kanë thënë i dërguari Allahut. Ai që vret e meriton. Jemi dakord. Pa ai që vritet pse? Thot sepse dhe ai ishte angazhuar dhe po përpiqej të vriste tjetrin. Pra secili po bënte sebepet për të vrarë tjetrin. Prandaj në konflikt secili merr gjunahun e tij, pavarësisht se dikush mund të dëmtohet më shumë. Dhe në vrasje, në konflikte, në luftra nuk ka të fituar, ka vetëm të humbur. Prandaj muslimani duhet të ketë kujdes që të mos bëj sebepet me ngatresa, me gibete, me shpifje, me thashetheme, të fus cytje mes muslimanëve, të fus të përleshen, të grinden, të konfliktohen, ndoshta të çojë kjo edhe në vrasje. Allahu i lartësuar na ruaj nga të tilla veprime. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ruajuni nga 7 gjunahe shkatrimtare. Dhe përmend prej tyre, duke treguar që vrasja është nga 7 gjunahet më të mëdha në Islam, thot dhe të vrasësh një njeri që Allahu i lartësuar e ka bërë haram, pra e ka bërë të shenjtë vrasjen e tij. Pra nuk lejohet vrasja e tij. Veç se nëse ai e meriton. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjunahet më të mëdha tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit janë idhujtaria, pra shirku, dhe e dyta thot të vrasësh një besimtar pa të drejtë. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo musliman dhe muslimane e ka të shenjtë gjakun e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Dhe thot në haxhin e lamtumirës, profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi i ka pyetur sahabët, çfarë dite është kjo? Çfarë muaji është ky? Çfarë vendi është ky? Sahabët i kanë thënë, Allahu i dërguari i tij e din më mirë. Duke menduar se profeti alayhis salam ditën e Arafatit dhe muajin Dhulhixhe dhe vendin Qaben, pra haremin që është atje, do t'i emërtonte me emra të tjerë. Kanë thënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Ka thënë, a nuk është kjo dita e Arafatit, dita e Haxhit madh? A nuk është ky muaj Dhulhixhe? A nuk është ky vendi i shenjtë? I ka thënë po si. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë dijeni
se gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta si shenjtëria e kësaj dite, si shenjtëria e këtij muaji dhe shenjtëria e këtij vendi. Pra janë të shenjta këto çështje mes muslimanëve. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke treguar një panoramë për ditën e gjykimit. Thot, e para gjë që do të gjykojnë njerëzit mes tyre ditën e gjykimit është në gjak, në gjakra. Kush ka vrarë, e para llogaritë do t'jap mes tij dhe njerëzve, është e gjaku. Pastaj llogaritë e tjera, dhe ditën e gjykimit nuk ka para, nuk ka mall që të shlyesh me të hakun ndaj tjetrit. Ditën e gjykimit ka sevape dhe gjunahe. Prandaj kujdes, se ndoshta vjen ditën e gjykimit me shumë shpërblime, prej namazit, agjerimit, leximit Kuranit, dhe të gjitha këto shpërblime ti merr dikush që ke derdhur gjakun e tij, apo e ke përgojuar, ke shpifur për të, e ke qelluar, i ke ngrënë pasurinë pa të drejtë e kështu me radhë, siç profeti alayhis salam na i tregon këtë në hadithin e njeriu të falimentuar për ditën e gjykimit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vi i vrari ditën e gjykimit. Me kokën e tij thot në njërin prej duarve. Pra më parë luftoni me shpata. Është qelluar e ka vrarë tjetër. Dhe me dorën tjetër thot ka marr vrasësin e tij dhe e tërheq derisa shkon tek arshi tek froni i Allahut lartësuar. Dhe i thot, ky njeri më ka vrarë. Thot Allahu i lartësuar, mirë për ty, u shkatrove, çojeni në zjarr. Çojeni thot në zjarr atë që është vrasës. Allahu i lartësuar na ruajt nga ky lloj përfundimi dhe hadithet janë të sakta dhe të saksuara prej dietarëve tanë. Lutim Allahun e lartësuar na bëj të nderuar besimtar që të jemi të kujdesshëm në shenjtërinë e njëri tjetrit. Dhe nëse njeriu duhet që të hyjë në hak është më mirë se sa të hyjë në hak të tjerëve. Të jemi të durueshëm, të japim hakun njëri tjetrit dhe të largohemi nga ato sebepe të cilat na bëjnë të armiqësohemi, të konfliktohemi, të përçahemi me njëri tjetrin. Lutim Allahun e lartësuar na bëj vëllezër për hir të tij. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar besimtar, një sekuencë që ka ndodhur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, në një përballje të muslimanëve me jo muslimanët. Dhe e dim se sa sakrifica kanë bërë ata besimtarë të parë për të ruajtur fenë e tyre, kur të gjithë i sulmonin për t'i zhdukur nga faqja e Dheut. Vetëm e vetëm për shkakun se thoshin Zoti ynë është Allahu. Vetëm e vetëm se nuk adhuronin të tjerë veç Allahut. I luftonin dhe përballeshin shpesh profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe shokët e tij, Allahu qoftë i kënaqur me ta, me jo besimtarët, me idhujtarët, të cilët ishin fanatik të besimeve të tyre. Prandaj edhe sot nuk duhet mendojmë që të merresh me ata që adhurojnë të tjerë veç Allahut të gjë lehtë, që mjafton që ne t'u themi një mesazh dhe e kemi kryer përgjegjësinë e davetit pra thirrjes. Duhet durim, duhet përpiqesh, duhet sakrificë, t'u sqarosh, t'i argumentosh, të durosh me ta, derisa të udhëzohen. Në një përballje të tillë, njëri prej idhujtarëve ishte duke bërë kërdin me muslimanët, duke i vrarë. Osame ibn Zeidi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ishte i biri Zeidi ibn Harithe, dhe Zeidi ibn Harithe ishte fëmia apo djali që në fillim profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte adoptuar si fëmijën e vet, si djalin e vet. Por pastaj u ndalua adoptimi dhe nuk u quajt më i biri Muhamedit. Por Zeidin e donte shumë profeti alayhis salam dhe kështu dhe Usamen që ishte i biri i tij e donte shumë. Ndodhi që Usame shikon këtë idhujtar që ju turr besimtarëve dhe po bënte kërdin duke i vrarë. Dhe bashkë me njërin prej ensarëve i turren atij, e sulmojnë derisa kur e vën poshtë, Usame ibn Zeidi ngre shpatën e tij për ta qelluar dhe ai thot ashhadu an la ilaha illallah. Dëshmoj shahadetin, dëshminë e përkatësisë islame.
Ai Ansari, i cili ishte gati ta vriste, u tërhoq. Sa po dëgjoi shahadetin, u tërhoq. Ndërsa Osama ibn Zeidi, edhe nga situata, nga vëllimi i gjakut, nga ajo që kishte bërë me muslimanët, e qëllon, sepse mendoi që ai e tha shahadetin, e tha nga frika. E qëllon dhe e vret. Por ai Ansari, banori i Medines, shkoi tek profeti alayhis salam dhe ju ankua dhe i thoi, dërguari i Allahut, kështu dhe kështu bëri Usama. E thërret profeti sallallahu alaihi wasallam Usama ibn Zeidin dhe i thot, a e vrave këtë njeri? Pasi ai dëshmoi dhe tha la ilaha illallah, i thot, oj dërguari i Allahut. Ai e tha nga frika e shpatës. Ai ishte duke bërë kërdin me muslimanët, vrau filanin. I thot, o Usame, a e vrave një njeri pasi dëshmoi dhe tha la ilaha illallah? Pasi u bë musliman. I thot, oj dërguari i Allahut, po na dëmtonte. I thot, a mos i hape, thot, zemrën ti. E tha, oj dërguari i Allahut, i thot, nga frika e shpatës dëshmin. Thot, a mos i hape që zemrën ti të shikosh se si e tha. Çfarë do të bësh me këtë fjalë kur të vi kjo fjalë ditën e gjykimit? Dëshmia e tij. Çfarë haku të madh kishte njeriu vetëm nga shqiptimi i saj, edhe pse po bënte kërdin me muslimanë. Të nderuar besimtar, kjo na bën të kuptojmë se është e shenjtë gjaku i muslimanit, pasuria e tij dhe nderi i tij. Dhe jo vetëm i muslimanit, por ne si musliman duhet të edukohemi që të mos i të i kalojmë ligjet, caqet. Islami na edukon. Dhe nëse dikush thot jam musliman, thot shahadetin, atëherë frenoje gjuhën tënde, frenoje dorën tënde. Dhe muslimani i mirë është ai që njerëzit janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Lutim Allahun e lartësuar na bëj besimtar të mirë, musliman të mirë. Lutim Allahun e lartësuar ta mbyllim jetën si musliman dhe të dalim para Zotit pa pasur në duart tona gjak të njerëzve, pa pasur në duart tona llogari me njerëzit të vështirë. Lutim Allahun e lartësuar na falë dhe na mëshirojë ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqim salam.